Ndahen Leo dhe Lela. Postimi i fundit flet më shumë se fjalët. Krizë mes Leos dhe Leles. Postimi i fundit i modeles ndez rrjetin. Apo shkon drejt fundit një nga çiftet më të përfolur të Big Brother VIP Kosova? Leonard Gashi dhe Lela Seferi, që fituan zemrat e publikut me romancën e tyre brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. Duket se po përballen me probleme serioze jashtë saj. Së fundmi, Lela ka postuar një video në TikTok, ku si sfond dëgjohet kënga Syt s'du më t'i pa, një zgjedhje që ka ngritur dyshime të mëdha mes ndjekësve. A është ky një mesazh i koduar për Leon? Fansat janë të ndarë. Disa mendojnë se është vetëm një trend. Të tjerë janë të bindur se diçka nuk shkon mes çiftit. Për momentin, as Leo dhe as Lela nuk kanë reaguar publikisht, duke i lënë ndjekësit në pritje dhe spekulime. A është ky fillimi i fundit për çiftin më të komentuar të Big Brother VIP Kosovës? Apo thjesht një keqkuptim virtual? Qëndro me ne për më shumë zhvillime. Drama sapo ka nisur.